Thënie nga Thomas Edison. Thomas Edison konsiderohet një ndër shpikësit më të mëdhenj të historisë, I cili kishte fituar çmimin Oscar për karrierë në vitin 1930. Citojmë thënjet e tij. Shumë dështime të jetës bën nga njerëz që nuk e kuptojnë dot se sa afër suksesit janë në çastin e dorëheqjes. Doktori I ardhmës nuk do t'i japi ilaçe, por do të motivojë pacientët të kenë kujdes për trupin, të mbajnë dietë, të informohen mbi shkakun dhe parandalimin e sëmundjes. Vlera një ideje qëndron tek vënia në praktikë. Koha është kapitali I vetëm dhe I vërtet që njeriu ka e që s'mund t'ia lejë vetes ta humbë. Njeriu që nuk kultivon zakonin e të menduarit, humbet kënaqësinë më të madhe të jetës. Nuk shkurajohen, pasi çdo përpjekje e dështuar është një hap përpara. Nuk kemi rregulla këtu rrotull, po përpiqemi të realizojmë diçka. Njerëzit nuk kujtohen për numrin e dështimeve, por për numrin e sukseseve. Nuk kam dështuar, thjesht kam zbuluar 10.000 mënyra që nuk funksionojnë. Gjeniu është 1% frymëzim dhe 99% djers. Derisa të mos rreshtim së lënduar e qenjet e tjera, do të jemi gjithnjë barbar. Vetëm nga që diçka nuk kryen funksionin që ti dëshiron, nuk do të thotë se është e padobishme. Do ta bëj elektricitetin aq ekonomik, sa që vetëm të pastrurit të mund t'ja lejojnë vetes luksin e qirinjeve. Ai që ti je, del në pa përmes asaj që ti bën. Më tregoni një njeri të realizuar plotësisht dhe unë do t'ju tregoj një dështim. Përvojë quhet shuma e të gjitha gabimeve tona.